shkencore. Tjetër, ne nuk kemi nisë vetëm menimet Mars, për shkak. Po. Ty ne kujtohet nuzës, atëherë ka qenë, kur kemi qenë ne, ku ta kryjnë fakultetin, absolvent, detyrimisht është dashur me shku me mbajt praktikën në Moskë. Të në ratat para neve i kishin pashu në Moskë. Edhe na shkum, se unë kom qenë një faroheci atëherë i studentëve kështu, edhe shkum e na thaj dekani duhet me shku në Moskë, në mbajt ato praktikën. Unë i thash, se marrë në Moskë, ku? Thash në Tiranë. Tha në Tiranë, si e ki emrin? Tërgova, ka tërkyzë, ka e tje i Prizrenit. Piqa ty ka fillu kështu në njërën e ndjekës të quaj. Po, absolutisht po. Pastaj, vetëm një rast që lidhët me këto. Na kemi bërë disa probleme, dhe me thonë me student, para se mi bërë këto probleme, me student. Para 11-ës? Para 11, po. Ka qenë kjo, se për me kanë qenë kushte të rënda tjera, kemi shku të ajë drejtori atje, kemi thonë, dhe me thonë, kemi fy koja shumë tjetër, nga një koci e ka thy fotografinë e Titës. E ka thy aksidentalisht, apo? Jo, me qëllim. Me qëllim? Po. Se ajo ka qenë në gogja e rëndë? Ka këthy edhe ka këthy. E ka thy. Dhe me thonë, tasha kanë qenë sociale, kanë qenë kontare, tash më një me marë, kur e kemi thy Titën. E ka thy qëllim që ka shkua për ta thyre? Bashkë kemi gati, bashkë, a e ka thy. Edhe qëfar tha? Kur gjë e thy edhe hecëm. Tjetër, Tita për herë të fundit, a konë Kosovë, kur ka pas me dek. Të 10. Të 10. Hotel Grand. Po, na kemi organizu student mos me dalë me prit. Mos me dalë? Po. Sa kemi mujtë, kemi ndalë njerëz, mos me dalë me prit Titën. Ama kanë dalë shumë për ta pritur, do në zemë. Po na ja kemi prish stafetën. Po, e ka qenë. Kemi shku poshtë të teatri atje, se kemi la me këndu, se aty ka pas këndime për Jugoslavinë, për bashkim të azime, dhe kemi prish këto. Qëta jemi. As si mi ka ilegal, as si mi ka me Shqipnin, as si mi ka me Serbin, as kërkush... Jo me Shqipnin, thotë që kemi qenë. Me Shqipnin, atë kuptimin e organizimit. Një nën pyetje në kuadrë se dua ta shpërndaj debatin, zotë Kryqëzi. A ishit gatshëm, a e dinit që po shkonit, ju po shkonit në burg, realisht. Jo. Edhe a e dinit ju se ku do të mbrini me rezistencën që e bët. Nuk ka fillu historia me juve.